Unë isha ndër ata të rinj që sa kam zbritu, zyra teknike më ka caktuar minator, edhe pse isha 19 vjeç. Edhe më caktuar minator sepse unë nuk isha bashkëpunuar në etusi me sigurinë e shtetit. Nuk i shikoja dot me sy. Këta më morën, më izoluan, më ke trajtuan, sikur unë vërtet isha kriminal. Ndërkohë që unë s'kisha bërë asgjë. Sa zbrit nga të burgë, domethënë kishin ca veprime standarde. Të mirnin ata që ishin këtu të kampit, dhe të çonin ke magazina për të marrë teshat e burgut, tesha kafe. Mirje dyshekun, prej kashte, ishin afërsisht 50 veta që rrinë në një dhomë. Në letër gjithçka e kishin të bukur këta. Ishte edhe sigurimi teknik, ishte edhe ushqimet, ishin gjitha. Por asgjë në fakt, asgjë nuk ishin. Në momentin që ishte rrezik dhe unë shikoja që unë mund të dilja dhe nuk mund të dilja nga galeria, unë nuk punoja, nuk i bëja birat dhe drejtohesha Birucës. Thosha më mirë të jetoj, të rrinë të ftohtë atje, por do isha gjallë.